Reke I del para dhe I zëprit dhe një nga autorët zbret nga automjeti dhe afrohet dhe qëllon nga distanca e afërt në drejtim të Gilmando Danit dhe Mustafa Sheqerit dhe më pas hipën në automjet dhe largohen në drejtim të fshatit Halil të Krujës. Autori I cili ka zbritur nga makina dhe ka qëlluar pra në afërsi të automjetit ku ndodhe Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri ka qenë I maskuar dhe nuk shuhet nga kamerat e sigurisë identiteti I këtij të fundit. Por dyshohet që gjatë momentit që ky person ka zbritur nga automjeti për të siguruar që ka kryer atentatin, pasi kishte qelluar një herë fillimisht paralel në drejtim të automjetit tip Benz, ka pasur edhe shkëmbim zjarri. Dyshohet që edhe nga automjeti ku ndodhe Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit Toyota me targa greke për të kundërpërgjigjur pra këtij atentati, por fatkeqësisht Gilmando Dani humbi jetën, ndërsa Mustafa Sheqeri mbeti I plagosur rënd. Pas kryerjes së atentatit, 3 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë atentat, 2 kanë pasur rolin e qicit pra ekzekutorit, ndërsa një person ka qenë shofer, janë larguar me automjet ku kanë përshkruar rrugën prej 12.6 kilometrash, kanë shkuar në fshatin Halil ku në një zonë të pyllëzuar pra një përroj kanë djegur automjetin së bashku me armët e zjarrit që kanë përdorur në krim. Në automjet janë gjetur 3 armë zjarri të llojit Kalashnikov dhe një armë zjarri model I ngjashëm si lloj pistolet. Por këto armë zjarri janë dërguar në laboratorin e policisë shkencore për ekzaminime të mëtejshme, por është e vështirë që të përfitohen prova shkencore biologjike me qëllim identifikimin e autorëve, pasi armët janë shkumbruar plotësisht si pasojë e zjarrit kur është djegur automjeti. Sa I përket personit I cili ishte objektivi I këtij atentati, pra Gilmando Dani, është një personazh I njohur për policinë e shtetit dhe për drejtsinë shqiptare. Është hera e tretë që I bëhet atentat. Më parë është bërë atentat në vitin 2011 ku I ka shpëtuar, ndërsa në vitin 2015 si pironi të fatit, po në të njëjtën zonë tek mbikalimi I Rinasit është bërë atentat, por fatmirësisht I shpëtoi asaj kohe, kurse atentati sotëm ka qenë fatal për Gilmando Dani, I cili ndodhet në një zonë pra ku niveli I sigurisë duhet të jetë shumë I lartë, shumë fare pranë aeroportit të Rinasit, kur pak minuta më parë Gilmando Dani së bashku me Mustafa Sheqerin kishin ardhur në tokën shqiptare pasi ishin kthyer nga Barcelona. Sa I përket personit tjetër I cili ka mbetur I plagosur rënd, Mustafa Sheqeri, ndodhet në spitalin e Tramës në gjendje të rënd shëndetësore. Rezulton që para 2 muajsh ka nisur punën si agent pra në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Nga informacionet, nga burime, nga hetuesit më bën me dije që Mustafa Sheqeri është një person për të cilën institucionet shtetërore në momentin që është punësuar në agjencinë e mbikëqyrjes policore kanë kthyer përgjigje pozitive sa I përket pra identitetit të këtij personi lidhur me njohje me personazhe të botës së krimit, nëse ka pasur precedente më parëshëm penal, pra në përgjigje që institucionet shtetërore, shërbimi informativ apo raporti I besueshmërisë që është dërguar AMP-s lidhur me këtë person ka qenë që ky person është I pastër dhe ka nisur punë si agent I agjencisë së mbikëqyrjes policore. Sa I përket personit tjetër pra Gilmando Dani, bëhet me dije që ka qenë person I njohur pra I Mustafa Sheqerit, kanë qenë të njohur me njëri tjetrin dhe kanë pasur raporte shoqërie. Gilmando Dani njihet edhe si krahu I djathtë I Emiliano Shullazit, madje në vitin 2018 është dënuar me burg si pjesëmarrës në grupin kriminal të drejtuar nga Emiliano Shullazi për vepra penale të gjobdhënies, por në vitin 2023 Gilmando Dani është liruar nga burgu. Ignit Çelbetat, falenderoj për detajet që gjësolle për ngjarjen e rënd sot në aeroportin e Rinasit. Nëse do të kemi zhvillime në vijim, do të jemi sërish së bashku.